sepse u duk që pati goxha ngjarje që vlejnë si mesazhe për gjithë botën. Do dolëm dy elemente, duket aja orkestra që nga periudha perandorisë osmane, meher, orkestra ushtarake pak ka të renditur, shqetësuar kryeministin grek, dhe ka qenë interesant ai defilimi para asaj parade. Jo ndoshta fort e këndshme për të, po si të që të jetë si anëtare natës një Koqirin, këtë rast Turqia ka bërë një pritje jashtëzakonisht madhështore dhe traditat perandorike, shtetet që kanë tradit protokollin në përpjekje, edhe pse ka pas një thyrje, më të them drejtën, gjatë daljes direkte të Erdoganit ta pres Trumpin. Po ja që Trumpi e konsideron një ndër dështëmët më të mirë spashku me atë problematikun atje. Por sidoqoftë mendoj që samiti i NATO-s ka shpreh dhe ka pas, synim dy pika, atë që ka të bëj me zhvillimin e kapaciteteve të NATO-s, thom drejtën edhe rujtjes së unitetit, nga se nuk është në ditët më të mira NATO, dhe kjo shifet nga divergjencat që kanë sidomos me Amerikanët, por mendoj që kjo mund të i kaluat edhe pse ka ende shumë pengesa me cilat Trumpi është i pakënaqur me aleancën, jo vetëm për shkak të ose ndoshta mund të jetë edhe shkak leku, dollari, sepse ai dëshiron që kapacitetet ushtarake brenda NATO-s apo vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, apo të vendeve evropiane përgjithësisht që janë anëtare të NATO-s, të kenë polizus kryesor SHBAT. Dhe pika dytë është sfidat e NATO-s në të ardhmen. Do thotë ky ka qenë problemi që lidhet me luftën në Ukrainë, edhe pse Trump në një farë mënyrë ban një linjë më ndryshe se nga administrata paraprake Bidenit. Dhe kjo mendoj që ka qenë ndoshta për të 32 anëtarët e aleancës një postulat për të arritur një përfundim rreth asaj, sidomos që ka të bëjë me ndihmën që do japen Ukrainës para shjetaj 70 miliardësh, dhe problematika tjera, me siguri NATO në konceptin e sigurisë te kalon aspekte gjeografike, është e interesuar që të jetë si ombrellë e sigurisë, edhe në regione tjera, apo jashtë polit kushtrijet kapacitetet e tyre, apo vendet që janë anëtare. Do thotë, në këtë aspekt, ky samiti 36 ka lërë disa pikpyetje me cilat në vigjilja, apo gjatë samitit ka ndodhur sidomos në ditën e dytë, kur është përgatitja ndaj Iranit. Dua të them është interesant ajo dhurata kuburia turke për 32 delegacionet. Mendoj ato 6 fishekët real, jo ushtrues, për tamam real të një kubure të vjetër, më duket që shprehen 6 komponentat e doktrinës turke. Mund ta përkthejmë edhe kështu, zakonisht perandorit, sidomos gjatë historisë, dhuratat mund të jenë të ndryshme, mund të përfshin aspekte që dekorohen apo ipen tek a tek, por 32 anëtarëve të ipen nga një kubure me 6 fishek, mendoj që shpreh ambicjet dhe kapacitetet që jo vetëm një mesazh dhurate, por edhe një mesazh force, mendoj. Dhe kjo për Turqinë, për botën tjetër, për palën tjetër, flet shumë, dhe më duket që Turqia në një farë mënyre po rikthehet në ambicjet e saj neo-otomane, ta quaj kështu. Arsyeja është sepse edhe me herëm ajo orkestra jo vetëm që nuk është e rastishme, dhe kuburja tillë tregon që një vend për të arritur ato ku duhet të ketë potencialin ushtarak, edhe pse Turqia njëhet që në inovacione dhe në industrinë ushtarake është top 1-2 pas amerikanëve.
Gjithsesi, ajo që mbetet është raporti i veçantë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Turqinë brenda kësaj aleance. Si ta lexojmë këtë vendim të presidencës amerikane që përfaqësohet nga Donald Trump në rastin konkret? Është gjatë gjithë kohës, domethënë një nga në raport me presidentin Erdogan, është gjatë gjithë kohës e veçon atë si ndër miqtë e tij më të mirë, ndër aleatët e tij më të mirë. Po ka interesa Amerika dhe ka rritur të vinë në përfundim që ja që pa Turqi nuk bën. Sidomos në raportet dhe situatën në të cilët sot gjendet lindja mesme, por edhe mendoj në përgjithësi pjesa që lidhet me detin e zi, detin me zdhe, kontinentin e Evropës, por edhe një pikë strategjike që ndërlidh rrugët e komunikacionit mes kontinenteve. Trump me duket se ka instruksionet e tilla që me Turqinë të ketë një raport sa më të ngushtë. Bile ai ka edhe kritikat mëdha ku i jap lavdata, jap kredit Turqisë në atë kapacitetin e saj në raport me vendet tjera. Mos harrojmë, do thotë britanikët, francezët dhe gjermanët, por e ka vënë në sy Turqinë. Mendoj që nuk është rastishme. Dhe kryesisht ka të bëjë që Turqia ka një gjë shumë negative dhe një pozitive, nga se rrethohet nga dashamirës ta quaj fqinj të cilët frigohen nga ekspansionit turk, sidomos në zhvillimin e industrisë armatimit, që dorën e zemër, sidomos me Yldemir Hanin, i cili ka kapacitet përbi 6.000 kilometra që është tash në fazën e prodhimit, apo Tajfun, bloku i raketave Tajfun 3 plus 4, edhe 4-shi, tregon mos flas për industrinë e kanit që në një farë mënyrë është tandem i parafort me F-35. Por të mos iku nga pyetja juaj, mendoj që Trump për shkak të asaj që rrezikohet pozicioni, mund të them deri dikon, interesa amerikane në lindjen e mesme, dëshiron që dy faktor kyç të ketë pranë vet, apo mund të them në një bashkëpunim dhe afërsi, Turqia dhe Izraeli. Mendoj që ky binom i tillë nuk është i këndshëm për arsye se ka divergjenca të mëdha në raportet turko-izraelite. Një ndërmjetësim dëshiron ta bëjë, ai ka shprehur që kanë dalur, shpesh ai përmend që kanë dalë luftrat, ka përmendur që ndoshta kanë dalë edhe një konflikt mes Izraelit dhe Turqisë, që nuk e besoj që ka qenë në atë nivel, nga se me duket se ende nuk është ardha i momenti dhe koha të kemi një kacafytje dhe një ndeshje turko-izraelite, edhe pse Trump ndoshta përdor këtë për të arritur imazhin e vet. Por Turqia për amerikanët shifet që në krahun e Evropës juglindore ka marrë për masa të tilla që është një faktor i cili për amerikanët është kyç për të realizuar projektet e tyre në politikën e jashtme. Dhe ky vizion amerikan ndoshta mendoj që është edhe i qelluar, por mund të them drejtën që Turqia lun kartën e fundit. Ka qenë interesant një citat i departamentit përmedior i presidencës turke, ku më duket gjatë fjalimit intern të brendshëm ka dhënë një citat shumë interesant që është më rëndësi për ne red. Dhe Erdogani nuk e përmend Shqipërinë, po fillon që nga Kosova me sistemin e mbrojtjes kupolës turke nga Kosova deri në Baltik. Çfarë ishte kjo, zoti Bilali, kjo kupola? Se pasën postimin tuaj. Po, është sistemi i mbrojtjes kundërajrore turke i cili diku 24 miliard është i kushtueshëm, do thotë i kushton buxhetit turk, por më duket turqët nuk e kanë fort atë bezdin sa kushton. Po sa do arrin të arrijë të kapacitete të vëj në përdorim. Kjo është për Turqinë apo nga Kosova deri në Baltik?
Jo, citati i tij është që brenda aleancës Turqia është e gatshme të fusë në përdorim kupolën mbrojtëse nga Kosova deri në Baltik. Edhe detin e zi ndërmjet nga Kosova deti i zi dhe deri në Baltik. Mirë po, si projekcion i tillë, si ofrim mundësi e palës turke, është shumë domethënëse. Kjo ka rëndësi për shif, edhe pse Kosova nuk ka qenë në margjina, se nuk është anëtare NATO-s në Kosova, por herave tjera ka qenë diku në margjina të takimeve, edhe pse nuk është anëtare AKB-s, delegacionet e Kosovës do ne marrin pjesë edhe në selinë e AKB-s në New York. Dhe kjo tregon që për palën tonë lakodhe shëtitatin ka duar se prapa shpine si ke disa të fort. Ja kam fjallën zërë për Amerikanët dhe Turqët. Dhe kjo në një farmirë është një sinjal pozitiv. Por mu më ka lë përshtypje pse nuk ka përmend që nga Shqipëria deri në Baltik. Do shta mund të jetë një koncesion që brenda në Shqipëri mund të jenë të kyqura interesat izraelite. Mikse, besoj. Edhe pse Borani, ai obusi apo artilleria e topave që japet Shqipërisë, në vezilet e samitit është bërë një marrëveshje të tillë edhe me Shqipërinë. Maqedonia e Veriut është më herët ka pas këtë mundësi dhe ka arritur dhe tash Shqipëria, por mendoj që izraelitët janë të kyqur në Ballkan, sidomos në Bosnjë, në entitetin serb, në Serbi dhe në Shqipëri. Këto janë 3 pika të kyqe që Izraeli sot për sot ka problematikat e veta në dualitet apo në rivalitet, me Turqinë. Si do shkojë ardhmja në doktrinën e furnizimit ushtarak apo prezencës ushtarake në Shqipëri, dyshoj sepse Turqia ka interesa të jetë e pranishme në Shqipëri, po ndoshta mund të jetë edhe një përzierje, një miks i palës izraelite që Roma ka hyrë në këto ujëra. Mendoj që turqët duhet shiqohen dhe të pranohen komplet në unison nga shqiptarët që janë një forcë pozitive për ne dhe është jashtëzakonisht domethënëse forcimi i Turqisë që korrespondon me interesat tona. Dhe kjo mendoj që është pika e cila duhet të gjithë të pranojmë dhe ta përqafojmë. Ndërkohë, zoti Bilali, dualiteti i Turqisë apo rivaliteti i Turqisë me Izraelin është dhe tek avionët F-35. Ka patur një shqetësim në Izrael përsa i përket faktit që presidenti Trump ka vendosur të rihap apo të risjell, ta themi në terma të thjesht, F-35-ën për Turqinë. Kjo për Izraelin është një shqetësim i madh. Kam lexuar në mediat izraelite që Erdogan po e kthen Turqinë në një superfuqi rajonale dhe një nga arsyet ishte edhe fakti që po merr këta avion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e vlerëson këtë vendim të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çfarë do të prodhojë kjo për Turqinë? Për raportet Turqi-Izrael. Po, sigurisht Izraeli çdo herë mund të them si postulat ka vënë rrezikun e ekzistencës së shtetit dhe në emër të kësaj pastaj godet edhe fqinjet dhe ndoshta ndez konflikte në emër të kësaj postulate, e cila më duket që nuk është e tëra reale. Dhe Turqia për Izraelin dhe sidomos marrëveshja dhe dakordonca më hershme, e cila pastaj është sankcionuar në emër të asaj që S-400 Triumf i kundërajrorët, raketat kundërajrore ruse, të cilat ka arritur Turqia t'i sjell nga Rusia, ka qenë alibi amerikan me cilin pastaj ka sankcionuar dhe ka hjekur nga randi ditës dërgimin e, mund të them, ka përcen do 100% e F-35. Dhe kjo me duket ai citati Erdoganit në takimin e parë në pallatin presidencial, shpreson që 5-6 F-35 mund të dakordohen. Është interesant kjo, kërkon bilispaku 5 apo 6. Mund të jetë një model i mirë për një lloj kopje. Turqët janë inovativ, po që se ka një kopje të tillë, pastaj
mund të arrin që të kani të fusin një teknologji e cila mund të jetë, sepse kani kuptohet që është edhe gjenerata 5. Do të thotë është një lloj mund të them kështu prototipi që deri dikon nga karakteristika dhe cilësitë ndoshta mund të jetë diçka më i dobët se F-35, por mendoj që Izraeli frigën nuk e ka vetëm të F-35, por mendon që një bashkëpunim i tillë ose një teknologji e tillë amerikane, sidomos me motorët, do ishte problematik sepse ata mund të zhvillojnë pastaj sisteme të cilat mund të jenë ajo që turqit në industrinë e tyre prej Rakestanit apo Aselstanit dhe gjithë ato kompani të cilat janë dikon llogaritet në përgjithësi të vogla të mesme dhe do dikon jashtë 700. Dhe kjo tregon që industria ushtarake turke mund të jetë befasuese dhe për regionin, sepse në regionin e lindjes së mesme në përgjithësi janë 3 faktorë të cilët mund të jenë ata që prishin interesat e Izraelit në këtë rast. Do thotë Turqia, Irani edhe Egjipti, meqense Egjipti gjendet në pozicionin e një autokracie të tillë e cila mbijeton për të ruajtur pushtetin, jo për të qenë ndoshta rival në këtë rast i fqivt në pjesën verilindore. Izraeli dëshiron jo rastësisht të atakojë Turqinë. Dhe në këtë mënyrë pastaj sot ka qarkulluar një informacion që shërbimi i tyre, fabrika e tyre më e fuqishme, të them thojza, e inteligjencës në botë, ka rritur një informacion që Irani ka planifikuar ta likvidojë, të bëjë atentat në Trumpin. Dhe këto informacione ndoshta mund të jenë spekulime apo manire të tyre, por kjo bazohet në atë që parlamenti iranian ka diskutuar më herët para 3-4 muajsh një shumë prej $50 milion për të goditur Trumpin. Dhe kjo pastaj ka korresponduar me atë që shërbimet izraelite i kanë dhënë një sinjal. Blem duket që është ndrua dhe charteri i udhëtimit të tij apo avioni Air Forces amerikane. Po, interesant ishte ajo. Po, dhe tash që të jem më eksplicit në pyetjen e juaj, Izraeli me Turqinë dëshiron të ketë në një farë mënyre 2 lloj armiqësh të cilët nuk e përmend rastësisht atë në një intervistë të tij Netanyahu dje, më duket ka qenë në një kanal amerikan, kur thotë që Turqia dëshiron që ta marrë Jerusalemin, Al-Qudzin dhe të ministri i brendshëm i tyre të jetë guvernatori i Jerusalemit. Por të ka përfunduar se tash është një lloj fuqie Izraeli dhe nuk lejon rikthimin e asaj kohe. Por kjo është dilema që Izraeli në raport me Turqinë më duket që ka kujdes, edhe pse ndonjëherë për konsum të brendshëm mund të përdoren fjalë dhe citate të rënda. Por mendoj që në praktik ende janë karshi njëri tjetrit dhe nuk ta them kështu nuk kanë shumë guxim të nisin betejën e cila mund të jetë shkatërrimtare për të dyja palë. Një pyetje të fundit, zoti Bilali, çfarë mendoni për samitin e ardhshëm që pavarësisht se kur u pyet Mark Rutte për datën, samiti i ardhshëm do të jetë në Shqipëri. Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë dhe për Ballkanin? Do thotë shumë, nuk e besoj. Është çështje e rënditjes apo mund të them asaj që kanë itinerar më herët është më duket e përcaktuar kjo se cili vend, antari natës nga 32 vendet të jetë mikpritësi i radhës. Ka domethënie shumë të madhe. Ne ndonjëherë i koklavitum gjanat që Erdogani i boni një pritje edhe Ramës. Mendoj që ata që kanë protokoll të shtetit dhe kanë traditë, kush është ende zyrtarisht një kryeministër i një vendi, i bëjnë pritjen në të gjitha domenet dhe aspektet protokollare. Dhe nuk është ajo ndonjë simpati. Më duket që ka qenë një lloj ta quaj kështu ndoshta për të arritur të neutralizojë disa institucione gyleniste në Shqipëri. Dikush flitet që takimi i Ramës kokë me kokë dhe me bashkëshortet e tyre
ka qenë si kusht për të arritur të eliminoj disa celullat e gulenizëm në Shqipëri, të cilat, sidomos të institucionet arsimore, private, dhe komuniteti musliman shqiptar dihet që është në një farë mënyre jo i dëshirueshëm në aspektin asaj se kush qëndron në krye, dhe këtu mund do shta kanë qenë ato kriteret që në një farë mënyre edhe Ibrahim Kalini ka qenë afër ato shefi i bitit turk. Spekulohet shumë që me shefin presidentin Bendes se dola ndoshta pa nga tema kanë qenë do një takim kanë bojnë ndoshta në Shqipëri para 2-3 javësh. Dhe kjo Kështu thonë që ka qenë edhe Ibrahim. Po, mund të jetë edhe spekulim, por unë besoj që shërbimet inteligjente e kanë manierë tyre, nuk është edhe çuditshme ajo që mundohet. Por qëllimi, tema dhe agenda nuk dihet. Por ajo që duhet të thënë është shumë e rëndësishme që Shqipëria është organizatore e samitit të 37, dhe kjo do thotë shumë shqiptarët në familje janë zemra e Ballkanit. Por ne shqiptarët e politikën tonë e shohmi vetën kështu për shkak të atyre, mund të them, geneve antropologjike që mund t'i kemi për të luftës për pushtet dhe manirave të ndryshme. Kjo është tjetër muhabet, por mendoj që Shqipëria dhe shqiptarët në përgjithësi janë faktor i rëndësishëm për stabilitetin, por edhe për fuqizimin, sepse ne nuk mund çdo herë të presim që me që tonë 100% në sigurojnë. Ne duhet të tentojmë që të forcohemi në një farë mënyre me kapacitetet që i kemë, në edhe Shqipëria dhe në Kosovë, ndës kemë obligim të detyruar ushtarak. Dhe kjo mendoj që është gjëja e para cila duhet ta bëjnë këto shtete, sepse vendet tjera po bëjnë këtë. Por të jemi i qartë në fund, për Shqipërinë dhe për shqiptarët ky samit ka rëndësi të madhe, nuk ka më rëndësi kush është në pushtet. Ne presim që ndoshta do të ketë edhe rotacion dhe ndryshim të pushtetit, të gjithë ata që dëshirojnë ta kenë një qeverisje pastaj më produktive për interesat kombëtare dhe shtetërore. Zoti Bilali, të falenderoj shumë që të kisha. Kënaqësi Joel, faleminderit edhe nga unë Redi. Të nderuar televizionistë, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.